që t'japim kohë gjithëve që kemi ftuar vinë. Okej, faleminderit që keni ardhur për 10 minuta filloni. Një banaj në Tiranë. Jam shumë e lumtur që shikoj këtu në këtë sallë kaq fytyra të njohura dhe të dashura për Fondacionin Ivanaj. Këtë herë, ndryshe nga herët e tjera, ndihet një mungesë e madhe fizike. Mungesa e dritës. Dritës tonë, e cila ishte një grua e rrallë, e fortë, me një mendje enciklopedike. Një udhëheqëse që frymëzoi me shembullin e saj, me urtësinë dhe forcën që e karakterizonte. Unë e kam njohur dritën në vitin 2022 dhe them me plot gojën, isha me fat që e njoha. Zoti të ndriçoft shpirtin drita kudo që je. Do të na mungosh mua dhe të gjithëve. Por ashtu siç më thoje gjithmonë, misioni dhe vizioni i Fondacionit duhet të vazhdojë. Në këtë mbrëmje sot kemi midis nesh shkrimtar, gazetar, bashkëpunëtor, miq, antar të bordit dhe staf për të ndarë kujtimin dhe për të folur për familjen Ivanaj. Ky aktivitet ka në qendër të vëmendjes trashëgiminë e kësaj familje dhe kontributin e tyre të jashtëzakonshëm. Gjithashtu do të flasim për Fondacionin, misionin dhe vizionin. Edhe pse drita jonë nuk është më mes nesh, veprat dhe trashëgimia që ajo la vazhdojnë të jetojnë. Pa humbur kohë, me lejoni të ftoj Rezart Spahia, drejtorin e ri ekzekutiv të Fondacionit Ivanaj, një mik i hershëm i dritës, të cilin ajo e besonte dhe e vlerësonte shumë. Mbrëma të gjithëve, miq të Fondacionit, miq të dritës, dashamirës, nderuar pjesëmarrës. Siç e tha dhe Erida, ky aktivitet ka një peshë veçantë sot për ne se zhvillohet për herë parë pa dritë. Vajzat e Martinit, Mbesin e Mirashit, vetë themeluesen e këtij Fondacioni që ndonë nga ne para pak kohësh. Përpara se të them dy fjalë, desha në fillim të falenderoj ata njerëz që kanë bërë të mundur të aktivitet programimor. Një falënderim i veçantë shkon Zoris Pertefe, Deka, një mikeshe hershme dritës dhe Fondacionit, e cila me një energji të pashtershme dhe dashuri të pakufishme për dritën dhe familjen Ivanaj, ka qenë një nga promotorët kryesorë të këtij organizimi të aktivitetit. Gjithashtu meriton një falënderim të veçantë zoti Mark Berisha, gjithashtu një mik i hershëm i dritës dhe mik i hershëm i Fondacionit, me një vërtetëri të gjerë, krijuese dhe përtej, cila ka provuar disa vepra të Fondacionit. Falenderoj gjithashtu folësit e tjerë që do të parin pjesë në këtë aktivitet programimor, zotin Mentor Kikia, zonjën Ilira Sepiqi dhe zotin Klevis Pekë. Së fundi, nga rrada për jo me rëndësia, falenderoj Eridën, stafin e Fondacionit, Lutlertën, Bensonin dhe Ikirën për punën e tyre të kalon. Sot të gjëjmë nga disa studiues, miq dhe dashamirës për veprimtarin e jetën e pjesëtarit të familjes Ivanaj, një familje goxha e njohur, një derë e madhe që fatkeqësisht ushua me ikjen e dritës. Kështu që në fjalën time të shkurtër nuk do ju mërzis me detaje që të tjerë do i thonë më me elokuencë se sa unë. Thjesht desha të ndaj një këndvështrim personal pse unë mendoj që misioni i Fondacionit dhe veprimtaria e saj është shumë e rëndësishme. Si shumë e ju, i përkas një brezi tranzicion. Kam jetuar para 91-shit, kam njohur jetën e atërshme, një kohë kur po të shihni një televizion të huaj, apo të mësoj një gjuhë huaj, mund të akuzoheshe për veprimtari armiqësore. Në vitin fundit fakultetit tim të parë, që e kam mbaruar për histori, kam thirrur bashkë me mira shqiptare, duam Shqipërinë si gjithë Europën. Në vim kam punuar në Shqipëri në fillim, pastaj kam shkuar për studime dhe për punë në Amerikë, që në 95, shkolluar dhe punuar atje për 15 vjet, u martova, u bëra me 4 fëmijë, edhe tani kam 15 vjet që jam rikthyer përsëri në Shqipëri.
Një nga motivet kryesore që unë kisha kur ktheva në Shqipëri ka qenë dëshira ime e madhe për të rritur fëmijët këtu, me të njëjtat vlera familjare, shoqërore, me cilat isha rritur vetë. U kthyem pak muaj para se vajza e madhe në atë kohë të bëhesh për klasë të parë. Nuk donin që ajo të fillonte shkollën atje dhe pastaj të ngulesh me shoqërinë të bëhesh shumë e vështirë shkollë. E di që kjo sot duket e çika e habitshme, sidomos kur ka e lëvizjes së shkretësisht në të kundërt, jo kthim, po largim. Por unë doja me domos që fëmijët e mi, për fëmijët e mi, koncepti i ateut mos ishte një koncept abstrakt. Doja që ata të rrethoheshin nga shqipja, doja që jo vetëm ta flisnin shqipe, sa të mësoj kishim mësuar dhe mësuar edhe në kurvet, po doja që ata të ndërronin në shqip. Dhe këtë e bën vetëm për e kejë shqipen gjithandej. Gjatë këtyre 15 viteve, përveç punëve të zyrës, si çdo prind më dashur që të çojë fëmijët në shkolla, në rrethe jashtëshkollore, dhe të bëja atë që thjesht thuhet shoferi i fëmijëve. 3 nga fëmijët janë rritur, 2 nga ata në universitet, më e vogla vazhdon të jetë klas 4, klas 5, akoma ka nevojë për babin që ta çojë në motor sa ndej këtej. Kjo ka dhënë rastin që të rri shpesh në probore shkollash duke prit fëmijët. Edhe të dëgjoj nga vit pas vit se si sillen fëmijët, ç'bëjnë fëmijët me njëri tjetrin. Dhe më ka vënë re një gjë që për mua ka qenë shumë deri kondicion. Më shumë se gjysma e fëmijëve tani në shkolla publike, se fëmijët e mi kanë qenë gjithë në shkolla publike, flasin me njëri tjetrin në anglisht. Duket e pakuptueshme se si mund të jenë fëmijë shqiptar të nga prindër shqiptar që me njëri tjetrin në mënyrë të hirshme preferojnë të flasin anglisht dhe jo shqip. Por mu ishte çuditshme sidomos sepse unë zgjodha që të kthehem nga Amerika që fëmijët e mi të rriteshin duke folur shqip me njëri tjetrin, dhe tani ata flasin anglisht, gjojnë anglisht në shkollë. Nuk po flas pastaj për brezin e tretë, si puna time mëjë, që ka filluar të mësojë turqishme nga gjithë telenovelat që shef gjithë pas ditë. Që të kuptohemi sigurisht s'kam asgjë kundër mësimit gjuhëve të huaja. Gjuhët e huaja janë kulturë. Vetë Martini dhe Mirashi flisnin më shumë se 10 gjuhë të huaja secili. Po ka një ndryshim goxha të madh midis të folurit të gjuhës huaj, përdorimit të gjuhës huaj për studim, për mjet pune, për studime shkencore dhe të përdorit të gjuhës huaj si një mjet i parë komunikimi nga fëmijë shqiptar. Dhe sidomos kur kjo bëhet me bekimin e prindërve, ngaherë dhe me cytjen e prindërve, që ata mësojnë sa më mirë anglisht sepse po i përgatisin fëmijët që ta ndërtojnë jetën e tyre kudo përveç se sa në Shqipëri, kjo bëhet edhe më e madhe. Sipas historianit dhe studiuesit Ilyas Gogaj, Mirashi Vane në fjalimin e tij para parlamentit kur po prezantonte nevojën për reformë nasimore tha, do ta lexojmë në dialektin si e ka thënë Mirashi më parë. Jeta moderne e shteteve ka pruve me veti një mënyrë kushtimi tjetër, që është rrugënia mendore, varfënia morale, me cili zhgatrohen shtete më fort, racat më konservative. Kësaj mënyre të ngadalshme zhgatrimi me cilën krijohen njëri pas tjetrit brezat gjithnjima të dobët e harrues traditash të popullit të vet, kësaj mënyre të sigurt vdekjet një kombi mund t'i kontribuojë një rezistencë vetëm me një gjë të ngjashme. E kjo është mësimi kombëtar, është edukata kombëtare e bazuar mbi gjuhën me durmi, mbi traditat e përbashkëta mbi interesat e përgjithshme të popullit. Fatkeqësisht to fjalë thëna mbi 100 vjet më parë vazhdojnë të jenë aktuale edhe sot. Globalizmi, ushtimi mediatik dhe kulturor, shkëputja nga rënjët, varfëria, mungesa e shpresës, padurimi, shpërfillja e traditës, mosnjohja e historisë, mungesa e krenarisë, po bëjnë që në vargjet e këndës Ardit Gjebres, këtij vendi të shkullin filizën. Shqiptarët tani janë kombi që ka të kurrjen dhe plakjen më të shpejtë të komunësisë në rajon e Mëngjerit. Unë nuk e di me siguri se kush është formula e duhur për ta zhbërë të fenomeni, i cili sigurisht nuk është vetëm shqiptar, por që është veçanërisht e theksuar nga shqiptarët në gjithë tokën. Por nuk besoj se thjesht rritja ekonomike do të jetë çelësi i artë që do t'japi se s'bën deusës makinën nga zgjidhja e problemit. Kur vlezri Ivane zgjodhi që të kthehen nga Roma në Shqipëri, sigurisht nuk e bën se Shqipëria asaj kohe i ofronte mundësi më të mira ekonomike se sa Italia. E bën nga idealizmi që kishin, bazuar në një ndjenjë më të madhe që nuk mbështetet dhe nuk matej dot me para. Kjo është një ndjenjë që mbron ndër të tjera nga vendia e thellë për gabim e kush jemi, nga krenaria e bazuar në dije shkencore për atë që jemi,
me të gjitha meritat dhe të këqijat që kemi, pa ndjerë superior ndaj askujt, po pa ndjerë inferior ndaj kërkujt. Ndaj, nuk është një rastësi që misioni i Fondacionit Ivanej është ndër të tjera të përhap njohuri për traditat intelektuale, juridike dhe shkencore të Shqipërisë, të mbajë gjallë edukimin e shqiptarëve për historinë e saj të përcimshme dhe të ndihmojë për dokumentimin e saj. Është një mision që mëshiruan dhe jetësuan vëllezërit Ivanej, një mision që drita e vuri në themelet e fondacionit. Është një mision që ftoj që gjithëve ju të na ndihmoni ta çojmë përpara, që fëmijët dhe nipërit tanë ta shohin të ardhmen e tyre. Faleminderit. Në vitin 1985, zonja Pertefe Leka dëgjoi në zërin e Amerikës një zonjë që kërkonte të bëhej një lidhje midis Universitetit të Kolumbia dhe atij të Prishtinës dhe Tiranës. Babai Pertefes, nxënësi profesor Mirashi, i tha menjëherë: "Mbesa e Mirash Ivanajt." Në vizitën e parë në New York, zonja Pertefe kërkoi dritën me ndihmën e kunatit të saj për të ardhur në Tiranë dhe për të marrë dekoratën e Mirash Ivanajt, akorduar në Tiranë nga presidenti i Republikës. Pas kësaj, Pertefja dhe bashkëshorti i saj, zoti Luan Leka, e ftuan dritën në shtëpinë e tyre. Një ftesë që shënoi fillimin e mistisë, bashkëpunimin e tyre të gjatë dhe të frytshëm. Doktor Luani e shoqëroi dritën në çdo institucion shtetëror për të kërkuar atë që i takonte si trashëgimtare e pronave të familjes, duke u përballur shpesh me burokracinë e ashpër të kohës, por ata të dy nuk u dorëzuan kurrë. Drita e vlerësonte shumë Luanin për punën, për përkushtimin dhe guximin që tregonte në çdo përballje, edhe kur ato ishin shumë të vështira. Pertefja dhe Drita kanë qenë bashkë për më shumë se 3 dekada, dhe kjo bashkësi shpirtërore e fortë u bë arsyeja që Drita të rilidhej sërish fizikisht me Shqipërinë. Këta dy njerëz të mrekullueshëm, që kemi fatin t'i njohim nga afër, e asistuan dhe mbështetën Dritën në çdo hap, deri në krijimin e Fondacionit Ivanaj, ku ne sot ndodhemi. Zonja Pertefe ka qenë antare e nderit të bordit, ka shkruar qindra artikuj mbi familjen Ivanaj dhe i njeh rënjet e saj në çdo dimension. Fjalimi i saj sot do të jetë një dëshmi e vërë shkencore, që do të nxjerrë në palë veprat e familjes dhe Fondacionit Ivanaj. Përpara se ta bëj këtë, lutem lejoni të lexoj emailin e fundit që Drita ka ndarë me Pertefën dhe Luanin. E dashur Pertefe dhe Luan, përshëndetje tuaja të ëmbla dhe plot dashuri më zgjuan këtë mëngjes dhe ndjeva veten të bekuar që kam miq si ju. Shumë faleminderit për miqësinë dhe për kushtimin tuaj, që ka qenë pjesa përbërëse e 1/3 e jetës time dhe kanë forcuar anën time shqiptare, pas mamas, babait dhe xhaxhait të pavdekshëm Mirash, që më ndjekin nga lart. Uroj që pjesa e mbetur e jetës suaj të jetë e shëndetshme dhe e qetë. Më mungoni. Ju përqafoj me dashuri, duke shprehur të shihemi së shpejti. Drita. Pertefën dhe Luanin e kemi këtu, Dritën ja. Pjesëmarrjen në këtë përkujtimore të veçantë të Fondacionit Ivanaj, për t'i dhënë udhë vazhdimësisë në ndërqimin qiratërimit. Falenderoj stafin e Fondacionit që i dhanë Dritës ngrohtësinë e familjes deri në përcjelljen e fundit. Në mënyrë të veçantë sonte janë miqtë e Dritës, kushritë e Dritës nga Trieshit, nga Malësia, se Drita origjine e kishte nga Malësia. Disa përshëndetje që u bënë këtu
më lanë mua një pjesë që të vazhdoj tjetër. Kështu që por e vazhdoj vetëm atëherë kur me dritën kemi bërë me ledhjen e parë në nderim të Mirash Ivanaj. Dhe aty do veçoj vetëm fjalën e dritës, çfarë thanë në mbledhjen e parë, në takimin e parë. Me rëndësi ishte fjala e saj. Kisha shpresuar të kthehesha në Shqipëri. Dhe ja ku jam. Ka kohë që tek unë janë kristalizuar disa plane personale që shpresoj t'i realizoj. Për të cilëve që ta bëj shtëpinë Ivanaj një qendër edukativ dhe kulturore në favor të rinisë shqiptare. Dua t'jap eksperiencën time të 40 viteve punë në fushën administrative, në specialitetin e informatikës e kompjuterve dhe të ofroj ndihmën time me këshillime falas në këto fusha. Me këtë shpresoj që do të mund të vazhdoj sadopo punën e nisur nga babai dhe xhaxhai, që të kontriboj në ndërtimin e një Shqipërie të lirë, të qëndrueshme dhe të pavarur. Këtë mendim e shprehoi drita edhe në konferencën e vitit 1994, Diaspora djegi i kujdesis. Drita mbajti temen My father a true patriot. E lexoj anglisht. Nërsa doktoresh Safete Juka lexoj referatin me një gegnishe letrare për veprimtarinë e tjatit Musa Juka si humanitar dhe patriot. Jo si na imponuan ne ta njihnim më parë. Dy Ivanajt ishin me Jukën në shërbim të shtetit shqiptar. Dhe të dyja vajzat e tyre kontribuan për kulturën shqiptare. Safetja la për bibliotekën kombëtare kursimet e saj modeste, drita la një qendër dritëzënse me vazhdim. Nëse studentët do të marrin në studim ecurinë e dy zonjave, personalitetet të njohura shqiptare, do të zbulojnë vlera dukuese për rinin shqiptare. Në fjalën e saj drita theksoi përpjekjen që po bënte për të tërhequr nga Universiteti i Romës, tezën e mbrojtur nga Jati lidhur me studimin e kanonit dhe mbylli referatin me fjalën: "Më mungon baba, por prania jote shpirtërore është gjithmonë me mua, dhe trashëgimia ju jetësore mbetet gjithmonë. Help me, Father." Këshillat e nënës i kishte të shkruar në një fletore. Një nga ato i thosh të shkruaj: "Mos harro, se një qep se vete mund të hapi të gjithë dyer, të hapi çdo kthim dhe të zhdukësi me magji çdo pengesë. Ai qep si art quhet besim. Besim që e ndoqi deri në fund dhe nuk u dorëzoi. Në orët e fundit, e ulur në karrike, u bari me shenjë, lam të mirë dhe fluturoi." Drita i te i kaloi këshillat e nënës. Pas shumë sfidash realizoi themelimin e dy fondacioneve në Tiranë e New York. Vëllezërit Ivanaj kishin hyrë në histori si reformator me eksperiencë nga shkolla evropiane dhe njohja vetë syre ishte thelluar në breza. Prandaj dritës nuk i mete gjë tjetër vetëm të vazhdonte ta ndriçonte rrugën e tij të nisur prej tyre. Pas diplomimit, vëllezërit Ivanaj së bashku me kusherin e tyre Nikol Ivanaj nxorën gazetën Republika, ku u konfirmu veprëmëtaria e tyre si republikan. Ata së bashku evidentuan idejtë përparitare për emancipimin e shoqërisë shqiptare nëpërmjet arsimit. Ata preferuan publicistikën për të shfaqur lirshëm dhe fuqishëm mendimet e tyre politike dhe shoqërore. Këtë punë e nisën në kulmin e energjive intelektuale me një formim të përgjithshëm e me besim në vetvete për të dhënë kontributin e tyre në të mirë të zhvillimit, emancipimit, përparimit të bashkësisë shqiptare. Kur ishte student në Rom, ata kishin rënë në kontakt me idejtë republikane. Kështu që ato u bën partizan të këtyre ideve dhe adhurues të republikanit të shquar dhe personalitetit e liderit italian Giuseppe Mazzini. Duke qenë përkras të ideologët italian gjetën të përbashkët, dhe u rryfysin edhe për qapun shprehjen profetike. Shprehjen profetike. Patriotizmi si një detyrë dhe dashuria për atë dhejë si një mision hyjnor. Këto ide i kishte përvetësuar para tyre Ririna se i shquar
veprimtari i Rinjës Kombëtare Pashkovase, i cili shkoi në Itali ku zgjente lufta për liri kundër pushkimit austriak. U bashku me forcat kërngërise si oficer kalorësie në Bolognë, si revolucionar i Risorgjimentas. Idhtari Mazzini e dëshironte atë lëvizje kërngërise dhe për shqiptarët, të shpëtonin nga zgjedhja huaj, kur shpërtheu me vargje po mos Shqipni dhe triumfoi me postulatin feja shqiptarit a shqiptaria. Këtë frymë të re, u përfaqësu nga të gjithë dhe asnjë përfaqësues nga 3 religionet në Shqipëri nuk i doli kundër. Ky qendrim majti Arbreshi Ad de Martino, i religionit katolik, ishte Mazzinian. Poeti kombëtar Fishta, kur u kthy nga konferenca e paqes në Paris 1920, shkoi e takoi atë Leonardo në kuvendin Francescan de Sanos, Itali, për t'i shprehur mirënjohje mësuesit tim 90 vjeçar për mësimet e vyra që ja lartësuan veprën e tij kombëtare. Konsiderat dhe krenëri shprehur lideri amerikan Wilson për veprën e Giuseppe Mazzini si ideator i Bashkimit Italisë dhe projektuesi i Europës së Bashkuar. Ishte lideri i parë amerikan që vizitoi Evropën dhe ashtu si Fishta, pas konferencës së paqes, vizitoi në Gjenovë monumentin e ideologut të tij, Giuseppe Mazzini, ku shprehu ndjenjat e tij më të sinqerta. Nuk po e lexoj anglisht, unë që prani të këtij monumenti dhe i sjell përshëndetjet mia dhe përshëndetjet e Amerikës me homazhin tonë ndaj Mazzinit të madh. We have studied the life of, ne kemi studiuar jetën e Mazzinit me shumë krenari, ashtu siç e kemi mësuar në historinë e lavdishme. Drimë dhe sot një ide progresive me mishkrimin, pensiero e azione, mendimin e veprimit. Kjo ideologji nuk mete izoluar në disa individë, por u përthim nga shumë lider të botës për të zgjidhur probleme kardinale, për shqiptarët pas ndikim thelbësor, sepse principet bazë të kësaj filozofie ishin me organizuar një shoqëri politike të drejtë të bashkuar, të lirë me të drejtat gjinore, indipendente me sistem republikan. Kjo idej që i përpara i banaj për arsim të apolitizuar, ku bazën morale të një vendje për përfryma patriotike kombëtare me prioritet bashkimin nacional. Nga 11 pikat të shtuan i banaj, si pas idejve të Mazzinit, pikpamjet vetare janë të lidhura musht me një besim të përbashkët. Kështu veproi edhe drita në Shqipëri. Qëndroi larg politikës konfliktuale së ditës, por e vlerësoi shumë harmoninë vetare si shembull i lartë bashkimi. Nonse në shpirt ishte katolike, si prindrit e saj. Ajo mbronte idetë republikane jo si parti, por si filozofi, besonte në një religion, në shqiptari. Programi Mira Shivanaj shpallët e Gazeta Republika 1923 me 11 pika, ishte zbatimi i teorisë revolucionare të Mazzinit në luftën politike që ndihmonte në përcaktimin e lëvizjes moderne evropiane për demokraci popullore në një shtet republikan me të drejtë uveu për shtatur kushteve aktuale të vendit. I banajt me idejtë e tyre progresive vazhdojnë të ndriçojnë edhe sot të ardhmen evropiane të kombit shqiptar, në bashkim, në mision e në përparim, të lisende të lidhura njëra me tjetrën dhe të cilat politikisht shpjegojnë krijim dhe të kenërit e njeriut as fuqia e një populli, fuqia që ai fiton e siguron çdo përmirësim. Mira Shivanaj, Gazeta Republika, Shkodër, 1924. Drita jepte shumë rëndësi kontributit në momentin e duhur, sidomos për çështje kombëtare. Kur Kosova po luftonte për të mbrojtur nga Tirani Ballkani, drita publikoi dhe shpërndoi librin e në Albania Revival, ringjallja shqiptare. Ishte fjalimi Nikolli Banajt mbajtur në Rom në shoqatën e shtypit italian, 26 januar 1911, në prag të revolucionit shqiptar 1912. Libri i plotësuar në 3 gjuhë, shqip, italisht, anglisht, e shpejtoi përhapjen si afishe sepse kërkonte me ngjarjet në Kosovë, 1999. Kriza në Kosovë kishte marrë të masa në arenën ndërkombëtare dhe po fitonte njohje rreth e qarkullor. Kopjen e këtij dokumenti drita e gjetën në Museu del Risorgimento në Itali. Ndërkohë një kopje tjetër ndodhet në Muzeun Historik të Shkodrës, i përkthyer nga doktor Anton Fistani, me parethënie të profesor Terezio Trinçeri, editor i Komitetit Italian Pro Albania, 13 maj 1912. Nikolli Banaj ja
përkushtojmë të gjithë qenien e vet idealit të lirisë, që nis tek plak zemrën e shpirtit e tij rinor. Është e vërtetë se gjithë jeta e Nikol Ivanaj ishte shtektim. Ai ishte një udhëtar që vraponte nëpër Shqipëri veriu. Ishte një maratonomant që nuk ndalesh nëpër Ballkanin Europ, deri në Amerikë ku shkonte në konferenca mitingje, tregonte vuajtjet e popullit vet ndër shekuj. Me Trakadarmin në dorë lajmëronte se po afrohej liria e një populli luftarak në vendin e vet mira vjeçar, e për këtë duhesh zgjuar opinionin e kombëtar. Kështu përpoj të implementoi në Shqipëri idetë revolucionare të Mazinit e Garibaldit. Ai bënte pjesë në vitin 1905 në lëvizjen clandestine Risorgimento. Me këto ide u bë një publiqisi lëvizje son revolucionare, duke bashkuar dhe me intelektual të shquar të kësaj lëvizje në organizimin e kërmëritjes marxiste me Risto Segliqi, Hil Mosin, Ujt Burakuqin. Ata u njësuan me kërmëritje dhe strateg e kësaj lëvizje, si Det Gjorlullin dhe borat e marxist, të cilët ngritën flamurin në Deqit 6 prill 1911. Kur nuk pushoj si kërkuar dhe luftuar për etni. Si pjesëmarrës në konferencën e paqes, i drejtohet me letër presidentit Wilson, pas konferencës 2 prill 1920. Ku i shkruante: unë apeloj në presidentin e SBA, në të mirë të popullit shqiptar, përfaqësuesit i cilit jam, në të drejtat e mia të njeriut bazuar në principe që i përfshihen në Katolika. Shqiptarët nuk mund t'ja lëshojnë shtetin e vetë kërkesave të Italisë, Serbisë e Grecisë, dhe as nuk mund të pranojnë që në Ballkan të instalohet një fuqi e huaj. Drita entuziazmuar për këtë botim në kohën e duhur shkruante: këtë botim ja kushtoi kujtimit të Nikol Ivanaj. Gjithashtu, babai dhe xhaxhai tim në emër të të cilëve krijova qysh 95 Fondacioni Martin Emiliash Ivanaj në New York dhe Tiranë. Në projektet e planifikuara nga Fondacioni Ivanaj, parashikoi edhe publikimi shumë dokumenteve të tjera historike të familjes sime. Ata janë pjesë e historisë ato nga vita 7 prill 1999. Në vlerësim tjetër për Nikol Ivanaj, drita mori nga Paulo Mundër. Në vitin 2002 kemi qenë të ftuara me dritën në një takim organizuar nga Paulo Mundër, ku na dhuroi librin Histori shkodrane, flamujtja e njëve tregtare shqiptare të periudhës 1913-14. Me vonë nga botimet të zënë në libri Shqiptarët e Triestës, publikuar në 2014, ku është dhënë në detaje figura Nikol Ivanaj me titull Shpënesa e Shqipënijes, simbol i shqiptarizmës në 2 gjuhë, shqip-italisht. Mundër ishte gazetar, publicist, studius, oficer i forcave tetare italiane, shef i forcave pranë delegacionit të ekspertëve italianë në Shqipëri. Më e rëndësishme për dritën ishte botimi i tezës së doktor Martini. Drita me një vullnet të fortë qëndroi në pritje për 20 vjet me radhë për të realizuar kërkesën drejtuar në arkivat e Universitetit La Sapienza, për të tërhequr tezën e diplomës Kanuni Lektugagjinit të doktor Martinit 1921. Teza e laureës së doktor Martinit ishte zgjedhur nga Kanuni Martin. Kjo tezë me vlerat mirëfill bashkëndësore historike, në të cilën autori korrigjon pasaktësi të drejtura të shkruara nga Shqipëri Gjeçovi në revistën Hylli i Dritës për kanunin e Lektugagjinit. Është me rëndësi që studiuesi duhet i kushtojnë vëmendjen këtij kodi, që ka sunu në malet tonë dhe që vazhdojnë t'i referohen edhe sot qoftë nëne negative apo pozitive të interpretimit, sepse është kjo kushtetut në ndër më të vjetrat që drejton edhe sot jetën marxiste tona. Studiuesit e drejtës krahasuese arritën përfundimin se kanuni është më i vjetër se ligjet e 12 tabelave romane. Disa doke kanë preardhjen nga Pesime Pagani Lire, që janë shumë para Lektugagjinit. Kjo është arsye që drita me kujdesin e saj për këtë tezën e tërhequr nga Universiteti i Romës, që u shkruajt në 3 gjuhë, shqip, italisht, anglisht. Libri u publiku me rastin e 100 vjetorit të mbrojtjes së tezës 1921-2021. Kjo vetëm me vlera shkencore, historike, juridike do t'i vlejë në çdo kohë studiuesve të antropologjisë kulturore. Në komentin e bërë premje, e kam ballafaqëruar studimin e doktor Martinit si njohës i ligjeve të pashkruara, vëzhguara për ti në Hot Grude Triesh, me vepren monumentale, ëndra predaqit të bashkëmoshatarit ti Pater Anton Arabi, i cili jetoi dhe ul këm kryshme malsor të këtyre zonave, ku bënte predikime duke i paraqitur realisht si zbatoheshin doket e zakonet sipas ligjeve të marxistë, në vepër dokumentare. Për krenarinë tonë,
edhe shkrimtari amerikane. Rose Wilder Lane në të njëjtën kohë ishte në Shqipëri dhe vepronte në Malsinë e Veriut. Në emër të këtyre kuq amerikan për të ndihmuar shqiptarët të zgjuar nga Kosova dhe Malizi, të cilët ndihmoheshin nga Komiteti i Mbrojtjes së Ligjit. Ajo, kontaktet me banorët e Krizës Marrëcore, i paraqitën në veprën e saj Maja Tesharës, që konstatimet e saj përputhen me tezën e Dr. Martini. Të njëjtën përpjekje bëri drita dhe për tezën e profesor Mirashi, Kodi Stefan Dushanit shekulli 14, e përkthyer nga slllavishja vjetër sjellur në vështrim me ligjet e kohës. Kjo tezë u vlerësua jo vetëm nga rektorati i universitetit si studim origjinal, por edhe nga gazeta e përditshme e Romës, Il Nuovo Paese, ku shkruhej për herë të parë një studim analitik në historinë e drejtësisë nga studenti shqiptar Mirash Ivanaj. Kjo tezë e kërkuar prej dritës ndër dekada, beti në kërkim, por nuk e humbi shpresën se një ditë do të gjendet. Bete detyre vazhduesve të misionit të dritës. Dritës i meti peng dhe një studim i xhaxhaj për të llazëve, që doktor Mirashi vazhdonte ta kërkonte edhe kur ishte në izolim. E kishte shprehur në dhimbje humjen e atij studimin e kohën ku shtëpia u bastis nga fashistët. Për këtë shkruante edhe bashkëvujtësi dhe nxënësi miku i tij, doktor Lazarati, në veprën e tij, ministri i hekur dhe të tjera votime për shkrimet e Ivanajve Martin Mirash Nikol. Dhe nga dalë po krijuar një hapësirë më e madhe për njohjen e veprimtarisë së vëllezërve Ivanaj nëpërmjet internetit, medias, shtypit, ku botu vepra Lazaratit epopeja e njeriut, u përkthy nga serbishtja prej doktoratit, vizita që bëm. Dhe interesante është vizita që bëm me dritën në familjen e Radi, të sa po kthyer nga interneti, ishte mbreslemse. Takimi pati një moment prekës, kur zotni Lazari i dorëzoi dritës një dorë të bardhë, ku bante mrena një tesar shpirtëror të xhaxhajt, amanetin sekret dhe. Ishte gërsheti i të fejuarës së Mirashit, e cila vdishere pa kurorzu martesën. Kujtim që Mirashi e mbante të lidhur me pres, deri sa mbylli syt. Dhe drita sapo e rutin në një kutin dhe vendosi në ekspozitin e fondacionit të tash. Kujtimet e ditëve të fundit për Mirashin, i shkroi me vonë në veprën Misteret e një ministri dhe vitet e fundit të Mirash Ivanaj nga miku i tij, doktor Lazarati, bashkëpunëtor me Mirashin. Në këtë vazhdimsi u botu kronikë rapsodike nga det shqiptar, ku vargjet e tëra japin figurën madhore të vëllezërve Ivanaj, të cilët me dituri dhe kontributin e tyre kanë shkëlqyer deri më maj. Kam shkëlqyer një fragment kushtuar dritës nga kronika rapsodike e det shqiptar. A thu prind e patendi, se mi ta kamer shudri, preslasën e dritën ishte konferenca në TUS. I kemi pjesëmarrësit në këtë konferencë. I nderoj shumë, në 2004 ku morën pjesë shumë nga afër dhe janë këtu. Me 14 nëntor të vitit 2004, Fondacionit Ivanaj të New Yorku dhe të Tiranës në bashkëpunim me shoqatën humanitare Nikol Ivanaj në TUS Malizi, organizu një konferencë të përbashkët në hollin e gjimnazit me legën e dritës, aty lexova testamentin e Mirashit, lën dritës. Nuk po e lexoj testamentin. Aty ekspozun edhe dokumentet nga arkivi i shtetit, që do t'i shihni, e kemi sjellë këtu ekspozitin, dhe të vendosura në tabelat përkase nga mirënjohur doktor Nevila Nika, që keni mundësi t'i shihni atje. Pritja për zemër që na bën miq dhe mikprisit e kuisit të dritës ishte mbreslamse. Ata na shoqëruan deri në lartësitë e treshit në Bekaj, në kullën e të parëve të tyre, ku ishin në këmbë murret dhe porta hyrjes me gur në formë harku, në të cilin ishin këdhenur 4 simbole. Një V, një kryq, një gjarpër, një drapër. Kjo vlen për studiusit, të qohet se si ti argumentoj me kaluare. Në foto drita tek porta kullës, u dallohen simbolet të gdhenura në grup, një material i gatshëm për të studiuar të rit historinë atyre shenjave ilire shqiptare, dhe të krahasojmë kullën e traditës me ndërtesën moderne të fondacionit këtu
për vlerat që mbatin, por kur krahasimi me kullat e korrupsionit. Për herë të parë drita mori disa të dhëna për Axhen Jozef dhe zonjën e tij Roz. Në Tus kontriboi për zhvendosjen e tyre në ndihmon këto djemë që janë këtu prezent. Nga u gjetën disa relike, drita i ka vendosur në ekspozit. Pas pak vitesh pasurohet kjo njohje shumë interesante. Albanalogu i njohur kanades Robert Ells kishte përkthyer nga frëngjishtja në anglisht një artikull të shkrimtarit rus Aleksandr Bashmakov, kam shumë vështirësi me këtë artikull, i cili jetonte në Francë. Në këtë dokumentar udhëtimi në Montenegro, dëgjoje titullin sot, në Montenegro dhe në tokën e Grekëve. Autori përshkruan shoqëruesin përkthys Jozef Dot Ivanaj. Dori në skenë, tashti edhe vllai i madh i tyre, Zefi. Si trim e besnik me të cilin kalon shtigje të rrezikshme deri në të pa u dëmtuar. Autori e shoqëroi tregimin me foton e çiftit Zef e Roz Ivanaj në 1908. Një foto e rrallë e bukurisë njerëzore sjellur nga Bashmakov. E keni në ekran. Përkthimin e anglisht të tregimit nga albanologu Robert Ells, drita e quajti Incredible Experience. Për dieni, albanologu Robert Ells prehet në thet, i veshur me kostumin kombëtar të Malsisë, jo larg nga beka i Trieshi ku prehet Jozefi, i cili bashkuar me kryengricit humbi jetën në luftën e Deçivçit, 12 shtator 1919. Drita e rujti kujtimin e çiftit Roz Jozef dhe me disa relike që u gjetën gjatë vendosjes të cilat mund të shihni në ekspozit. Një moment rrëdic i dritës ishte rivarrosja e babait Martin Vlekun të Shqip. Drita dhe pse ishte vogël kur u nda nga babai, ajo jetoi me kujtimin e tij nga nëna e cila ia mbajti të gjatë figurën e djathtit. Drita gjithmonë e kishte ndruar ta sillte djathtin të prerë në dhomën e vet, dhe t'i bashkonte të dy vëllezërit në një tribun neri të përjetshme, gjë që e realizoi duke gdhenur në gur epitafin për atë dhënë së bashku në jetë dhe në vdekje. Interesante është se drita erdhi në Tiranë me delegacionin që shoqëronte mortin e paikonicës të prerën atë. Dhe në të njëjtën kë bëri të njëjtën veprime për teatrin ku e shoqëruan Luan Leka dhe Gazerati. Drita nga kontaktet në konferenca nga mesazhet elektronike mësonte vazhdimisht të reja për rrethin e saj familjar dhe miq të tyre, që në konferencën e parë në 93 mësun të reja që pasuronin arkivin e fondacionit, një studim që kisha njësur vite më parë për publicistin e shquar Branko Mergjani, për të cilin shkruaj autor pa biografi. Në konferencën e parë mësuan nga doktor Milaj Nafiri disa të dhëna të panjohura më parë për Branko Mergjani, i cili sipas kërkesës sime na solli me pak disa shenjë biografike që nuk diheshin më parë për origjinën e Mergjanit dhe lidhjen e tij në Mergim me Mirashin Panaj në vitet 1939 dhe më pas. Marrja të dhënave për kollosin e publicistikës shqiptare Mergjani më nxiti për të plotësuar biografinë e tij hap pas hapi. Artikulli që shkrova te gazeta Iliria New Yorku me lidhje me Afroditen, prej se cilës mora përgëzime janë vajza Branko Mergjanit më parë. Prej saj mora të dhënat pa njohura më parë për familjen Mergjani në Sopit Pogoni. Artikulli në fjalë të Hoti student, universitar të Prishtinës e gazeterisë të interesuar për biografinë e Mergjanit, të cilë ju drejtuan fondacionit Ivanaj, deri edhe nga Universiteti Istanbulit, nga një studente kosovare në degën sociologji. Drita i adresonte tek unë për të marrë të dhëna dhe për të plotësuar tezat e tyre universitare. Kështu drita nëpërmjet zërit të fondacionit zgjeroi kontaktet me personalitetet kulturës shqiptare, të cilët kanë promovuar veprat e tyre që evidentonin tragjedin kulturore të popullit shqiptar. Lidhet me studiuz dhe ambasador të kulturës shqiptare siç ishte zonja Nevila Nika, shkrimtarja Meri Lalaj, me librin kushtuar profesor Mirash Ivanaj, Instituti Femror. Nana Mbretëresh, në plan të parë Ivanaj, gjatë reformës arsimore, kishte emancipimin e vajzave shqiptare. Një kontribues i rregull
dhe për krahas i fondacionit ishte ambasadori Ryerson, i cili në ditën kur Drita mori në dorëzim shtëpinë u bashku gëzimit saj. Në ceremoninë e rastit priti të ftuarit e pota, sikur të ishte një pjesëtar i familjes Ivanaj. U çuditën të gjithë me zemërgjërsinë e ambasadorit që bëri zakonin shqiptar të mikpritjes për bashkëqytetaren e tij amerikane. Një vit para se të kalonte në Amshim, 2024, Drita organizoi me stafin e fondacionit promovimin e librave 1, 2, 3, refleksionet e një harrese të numër. Publicistik e përmbledhur prej meje, Drita 91 vjeçare në këtë promovim bërë një vit më parë. Bëri moderatoren duke bërë vetë prezantimin e librave dhe duke i tërhequr vetë të ftuar të jepnin mendimin. Ky ishte takimi im i fundit me Dritën 23 maj 2024 dhe emaili i fundit kur i bëra urimin e ndërtimjes, të cilin e lexoj. Të dashur për Tefe dhe Luan Poetës këtu, ditën e fundit që frymonte, i kërkova vajzave pranë saj ta shikoja Karaljam të mirës. Ishte e çuditshme. Drita ishte ulur në karrike, po rezistonte, nuk dorëzohej dhe ashtu e ulur si zoni, fluturoi. Drita ishte e fundit në pemën e fisit Ivanaj. Mbjellja u uliri prej saj në zemër të fondacionit. Pikrisht aty ku ishte oborri me lule i shtëpisë saj, ku ajo lodronte, do të mbetet simbol i vazhdimësisë. Në vitet e fundit bashkëpunoj shumë me drejtorin ekzekutiv juristin Rezar Spahia, që për koincidencë emrat e tyre konvergojnë për vazhdimësinë. Ata përputhen në trashëgiminë familjare, Rezar i biri 2 mësuesve, personalitetet e nderuar dhe edukuar fillimisht në klasat e artit për violin, fakultet për histori, vazhdimësinë, jurisprudencë dhe menaxhim biznesi SHBA, me një ecuri të suksesshëm dhe ku kthyer në Shqipëri, për të shërbyer lidhje së brezave në shërbim të etnisë shqiptare, siç e thot me krenari, që fëmijët e mi të njohin gjyshin e tyre. Si vija më e mirë e drejtorit, do të jetë suksesi i fondacionit, që Drita ta vazhdojë ndriçimin. Kjo kërkon vëmendje të gjithëve për ta mbajtur së gjallë këtë vatë të kulturës siç premtoi ambasadori i parë i SHBA në Shqipëri, Ryerson. Unë mbështes punën e këtyre fondacioneve, sepse kam parë punën e shkëlqyer që kanë bërë deri me tani dhe potencialin e tyre për të vazhduar ta bëjnë këtë në Tiranë. Ju inkurajoj secilin prej jush të bashkohet me mua në çfarëdo mënyre që mundeni, qoftë përmes mbështetjes së drejtë për drejtë financiare, ose kontributeve në natyrë, ose pro bono, për të çuar përpara arsimit për të gjithë këta qytetarë të aleatit tonë në afër. Këta fondacione i trajtojnë në mënyrë të barabartë gjithë të ftuarit, pavarësisht nga etnia, gjinia ose përkatësia tyre politike ose fetare. Publikuar shtator 2013. Përgjigjja ime është bashkohemi. Faleminderit. Pas kthimit nga shërbimi diplomatik në vitin 2018, ambasadori Mal Berisha, që e kemi këtu prezent, mori pjesë në një forum mbi lirinë e shtypit në Fondacionin Martin dhe Mirash Ivanaj. Ai e kujton Dritën shumë. Takimi me Drita Ivanaj ishte një përvojë e rrallë. Ajo më shironte dijen, iluminizëm dhe sakrificë. Që nga ajo ditë lidhja ime me të dhe Fondacionin Ivanaj u bë një detyrë morale, po ashtu dhe sa shpirtërore. Që pra asaj kohe, ambasadori Berisha mbeti një mik i çmuar i Dritës dhe i fondacionit, të patjetër nuk mund të mungonte sot. Faleminderit. Mbrëma të gjithëve, në fakt, mendoj që po të kishim kohë ju që jeni këtu sot në sallë meritoni të gjithëve që
t'ju përmendim emën për emën. E them këtë sepse në kushtet kur botën tonë që në rrethon e ka mulluar një term që quhet woke culture ose mohimi i trashëgimisë, mendoj që ju keni artu sepse jeni kundër kësaj teorie dhe jeni me atë që ne duhet të armojmë traditën tonë. Dhe nuk besoj se ka rast më të mirë për të treguar se si një traditë patriotike e veçantë, unike në historinë e kombit shqiptar mund të tregohet diku më mirë se sa sonte këtë sallë, me gjithë dhimbjen që ndjejmë që një familje kaq patriote në fakt nuk ekziston biologjikisht edhe më tej. Unë do t'i bëj shumë shkurt fjalimin tim, pasi në website-in tim e kam të shkruar materialin, por do të ndalem një 2-3 momente të cilat janë për mua shumë të rëndësishme. E para është se në fëmijërinë time kur isha fëmijë në fshatin tim të lindjes në Tropoj, atë më tregonte se dikur ka qenë një ministër arsimi në Shqipëri, i cili i detyroi nxënësit e shkollave në të gjithë Shqipërinë që të mos futeshin në orën e mësimit, në orën e parë mësimit, pa interpretu hymnin tonë kombëtar. Më vonë ndodhi që ai për shkak të tendencave anti-shqiptare të shumë shkollave që zhvilloheshin në Shqipëri atë kohë, ai i mbylli shkollat, të cilat futeshin në klasë duke interpretu hymnin të vrasin gjithë shqiptarë, sidomos në zonat e banuara në Grekë. Kjo që bëri Mirash Ivanaj në atë kohë, në fakt u kundërshtu nga gjykata ndërkombëtare e Hagës dhe ashtu si kur nuk ndodh kurrë në Shqipëri që nuk është ta lej punën kur vjen konflikt me gjykatën ose me bosin, ai u thyrë nga met zogull e i tha Mirash ti mbyllë shkollat, por ne duhet me i hapë sepse gjykata ndërkombëtare e Hagës ka vendosur që t'i hapë. Dhe i tha në mirë jote, unë kam kene që i kam mbyllë, për me i hapë gjej dika tjetër dhe jajla të tyrë në zyre. Në fakt, historia e tyne dy vlezënve sapo u interpretuar në përsosur nga Zoe Përtet, e cila ka një përvojë gjallë. Unë kam njohur Britën në vitin 2018 kur theva nga shërbimi diplomatik, vendosa një marrëdhënie me të vërtetë shumë të afërt me të për shkak sepse na bashkonin shumë gjana, por ndjeva dhimbje të tmerrshme kur mësova historinë e kësaj familje, sidomos nga Lazar Radi dhe nga Ilyas Goka, se si ka përfunduar Mirash Ivanaj. Ai pasi u largu nga Shqipëria në vitin 1939, bëri një tentativë për të kaluar në gjë, por nuk arriti, pastaj u kthy në vitin 1945 i joshur nga një ide patriotike, e hedhur nga një patriot tjetër shumë i madh, Gjergj Kokoshi, i cili duke qenë president i Federatës Panshqiptare të Amerikës Vatra, i mushur plot me iluzione se partizanët që erdhën në atë kohë në pushtet do të ndërtonin një qeveri demokratike, e ftoi që ai të thajë në atë. Ai u kthye në vitin 1945 dhe për fat keq, bashkë me Gjergj Kokoshin, hyn në zyrën e Enver Hoxhës. Në momentin kur hyn në zyrën e Enver Hoxhës, Enver Hoxha i tha, nuk e përfshirë vëmëtari kriminale me fashizmin, por mos harro se ai që nuk e pre bursën në Montpellier. Dhe duke dalë për jashtë e buni dorë në shpinë dhe i tha mos e harro këtë. Dhe Mirash Ivanaj tash do të identifikoj veten me Naibin Malok, i tha, në kjo se ti ke kenë edhe ti një djali keq si ata që i patën pre bursat, boll mirë të pas kam bërë. Dhe Enver Hoxha mas një javë ka arrestoj, në vitin mars 53, ka vdek i smur nga diare, pa ndije, u thash përdor, kockat e tij janë përdor me kadavër në Fakultetin Mjekësisë për studimet të studentëve të asaj kohe. Me dritën vërtet vendosa një marrëdhënie shumë njerëzore dhe shumë, e cila në fakt rezulton në dy gjëra shumë të vyra që i kam unë jetën time, të duruara prej dritës. Njëra nga këto është libri Kulla e shpresës time. Është një libër i shkruar nga dy autorë, Martini dhe Mirashi, dhe kanë të dhe mësot dhe kanë dëshirë që një autorë nga Teatri Aleksandër Mojsiu Miluçi, e cila ka enkas për këtë punë,
të na interpretoj diçka të bukur nga kjo poezi që është, si me thënë, si një lloj testamenti. Profesoresha Partefe e përmend në testament, por unë dëshiroj që ta dëgjoni në mënyrë poetike. Në fakt, zoti ambasador desha të them 2 fjalë, unë jam shumë e privilegjuar që gjendem për herë të parë në ambientet e Fundacionit Ivanaj, në të organizim kaq dinjitos për të përkujtuar zonën ndërtar. Misioni juaj për të promovuar vlerat historike, artistike dhe kulturore të kombit tonë përkthehet patriotizëm dhe unë një përrume patriotizëm. Kam përzgjedhur 2 poezi, Epistula Ultima e para. A sua vallë të vajtoj, të përbuz tokën, të mallkoj qiellin, vizionin tim të gjithësisë, të shfryrë rrethje ndaj gjithë botës mbarë, ndërimës pa ngopur. Atje dhe Perëndis. A duhet të truaj gjirin e nënës? Qumshtin, me cili ma fali këtë jetë. Apo vetëm veten, ose fatin tim, a ditë ma thuash, shpirti im i shkret. Mos e përbuz tokën. As mos e nëm qiellin, as vetveten, as fatal motin, as qumshtin e gjirit të nënës së dashur, as fatin tënd, aq më pak Zoti. Fajtore është zemra për të tilla ndjenja, ndaj asaj që fshet rreme dashurim, atë mallkoj hir, dhe të Sokratit kupën të mbushur plotë për plot, jepja, le ta pi. Besnikëria. Ç'është dashuria e barit ndaj vesës? Çka i shërben flaka ambivallë kujtesës? Çfarë dashurie flutura lules i ofron? Ç'është aroma që lulja kundërmon? Ç'është kënga e bilbilit kur pushton zabelin? Ç'është edhe dielli kur lulet, kur çelet? Kur gjë e përjetshme. Lulet do të veniten. As mi varrez, pllakat gjithmonë nuk do të ngritën. E dielli threzen i lutën nxehtë vërsulet. Nuk t'i ftohtë do t'i vysh lulet. Flutura i pus lules buzët plot njëmëzim, derisa ta humbi edhe atë burim. Këto fjalë, këto shkronja atëherë në amshim, do të flasin bindshëm. Se këtu bën pushim në zemër e cila me dashuri pësoj. Zemër dhëmbje plot që vuajtja e helmoj. Mandej puhia kur gjethet i përlaj, emrin tënd plot mall, për bot le ta shpërndaj. Të them dhe një episod tjetër shumë të shkurtër dhe ta nduq të bisedë që ishte mjaft emocionale dhe nga interpretimi që ky është libri për cilin zoja për të foli, studimi i cili është kërkuar 100 vjet, por që është botuar nga Universiteti Mërnor i Romës me 3 gjuhë dhe që është kanoni lektukagjinit i përmbledhur në zonat e Treshit, të Potit dhe të Grudës, të cilën e kam me dedikim nga ndjera drita. Në kohën kur Mirash Ivanaj ishte ministër, 6 deputet, dhe kjo është një mësim shumë i madh për ne, 6 deputet të Parlamentit të Shqipërisë vajtën dhe i thanë që kemi një djalë nga Dibër, student në Vjerë, i cili nuk i ka dhënë provimet se ka qenë i smur. Prandaj duhet me ripërsërit bursën. Shumë djemë nga Shqipëria që shkunë në atë kohë për shkollë, shkonin dhe sa duket nuk jemi provime dhe pasaj kërkonin ripërsëritin e bursës.
Ajo që mërën ata përgjigje ishte, janë edhe 16 tjerë, të cilët kanë bërë një të ngjanë, të tanë shkojnë në Perëndim edhe smurën dhe nuk japin provime. Ju, nëse do t'i me dhënë një buxhet këtyre njerëzve që shkojnë e sillen rrugët e Evropës, merrni me vete listën, nxorrin asjetare, shkoni në parlament, shtojni buxhetin edhe ne t'ju japim bursën atyre. Pavarësisht se është e pamerituar, por përgjegjësia për këtë nuk e marr si ministër, merrni ju si deputet. Ata ikën dhe natyrisht ai nuk ka dhënë bursë. Imagjinoni qofse jo 6 deputet, por një deputet shqiptar së shkon tek ministri i arsimit dhe i kërkon një bursë, si mendoni, e merr apo s'e merr? E merr. Unë nuk do zgjatem më shumë, por do të citoj vetveten time. Shumë për ju që jam këtu sa kanë qenë në promovimin e librit Malet e Gjigantëve, ku drita ishte edhe ndoshta në aktivitetin e fundit jetës saj jashtë kësaj serie dhe për fatin tim ishte prezente atë ditë aty. Duke parë në sallë që ne po promovonim një libër me emrin shumë të madh, Malet e Gjigantëve, që është një studim nga më të bukurit të bërë ndonjëherë për racën shqiptare, nga profesori i Harvardit Carlton Kuhn, i cili ka jetu pothuajse 2 vjet në vitin 1929 në të gjithë zonën veriore të Shqipërisë, ose atë që quhen raca e gejve shqiptare. Ai i përcakton shqiptarët e Greqinisë si njerëz të cilët i kanë përballuar vështirësitë e jetës, që nga invazionet e huaja deri te vështirësitë e natyrës. Dhe unë kam thënë të fjalë për dritën që duhet i përsërisohet. Malet e Gjigantëve është kushtuar gejve të Mesisë së Veriut Shqipërisë. Kjo vepër sjell në pa fuqinë e mbijetesës së gejve, të cilët kanë ruajtur identitetin dhe traditat e tyre në fortesat e tyre malore. Nëse konstatimet e profesorit Carlton Kuhn marrin kuptim të mishëruar tek një individ gej, kjo do të ishte padyshim drita e Ivanaj. Dhe ai është vërtet mishërimi i gjithçka e bukur që ka raca shqiptare. Ju falenderoj. Faleminderit zoti ambasador. Ilira Seliqi, pjesë e stafit të Fondacionit Ivanaj, njohur me dritën që prej vitit 2017. Roli i saj është i vyer dhe thelbësor në këtë fondacion. Ajo ka arkivuar çdo dokument, fotografi dhe material që i përkiste familjes Ivanaj, duke bërë kështu të mundur që vepra dhe puna e tyre të vazhdojë të jetë e prekshme sot dhe në të ardhmen. Sot ajo do të flasë për zonën Giuseppina dhe rolin e saj në këtë familje të madhe. Gjithashtu ju Blerta, besoj se shumica prej jush e njeh tashmë, do të lexojë disa letra të zonjës Giuseppina dhe profesor Mirashit, që më besoni janë rënqesa. Që kam punuar në drita Ivanaj, kanë qenë vërtet me vlerë në jetën time. Kam pasur fatin të punoj në një arkiv të pasur dhe jashtëzakonisht interesante, që vështirë se mund të gjendet në ndonjë vend tjetër pune. Kjo pasuri kulturore dhe historike është mbi të gjitha meritë e zonjës Giuseppina Ivanaj, nënës së dritës. Dhe më pas vetë dritës, e cila jo vetëm e ruajti me përkushtim këtë trashëgimis, por e pasuroj më tej me dokumenta të tjera të vyera që lidhen me jetën dhe veprimtarim e xhaxhait dhe babait të saj. Në arkivon e dritës ruhen të gjitha gjyqjet që ka zhvilluar Martin Ivanaj, babai i dritës, gjatë kohës që ishte gjyqtar. Një material prej mbi 400 faqesh të cilat ajo dëshironte t'i dhuronte universiteteve. Kjo është vetëm një pjesë e një thesari dokumentash që dëshmon për një familje të rrallë, me vlera të mëdha, me një respekt dhe dashuri të thellë për njëri tjetrin. Figura e zonjës Giuseppina zë një vend qendror në këtë histori, dhe drita është pasqyra e nënës së saj.
Giuseppina Ivanaj ishte një grua heroike që nuk e humbi besimin se një ditë gjithçka do të ndryshonte dhe se do të mund të jetoni sërish një jetë të bukur dhe të lumtur. E mbetur e vetme me një vajzë 5 vjeçare në një vend të huaj të pushtuar nga fashistët, ajo u tregua një figure qëndrueshme, krenare dhe dinjitoze, cilësi që e shoqëruan gjatë gjithë jetës. E të i pasur kthyer në Itali, me dritën e vogël, ajo nuk hoqi dorë nga përpjekjet për të kërkuar të drejtën e saj dhe të familjes. Shkruan të letra autoriteteve italiane dhe shqiptare, duke kërkuar kthimin e shtëpisë së tyre në Tiranë, që ishte sekuestruar pa drejtësisht, si dhe të bibliotekës së tyre me vlerë të pasur kulturore. Edhe pse drita bëri më pas përpjekje të shumta për të rindërtuar një bibliotekë të ngjashme, ajo vetë pranoi se nuk arriti kur të krijonte një të tillë si ajo që ishte pasur familja e saj. Në arkiv ruhen mbi 160 letra origjinale nga letërkëmbimi ndërmjet Martinit, Mirashi, Dritës dhe Giuseppinës gjatë periudhës 1939-1953, kur familja jetoi e ndarë. Gjithashtu dhe 100 letra të shkruara nga Giuseppina, drejtuar personaliteteve shqiptare italiane e deri tek autoritetet ndërkombëtare në Gjenevë. Letrat e saj dallohen për një mënyrë elegante të shkruarit dhe për një kulturë të veçantë. Kur Mirash Ivanaj u kthye në Shqipëri nga Turqia dhe më pas u arrestua e krahtuar, Giuseppina i shtoi përpjekjet për të kuptuar arsyeën e burgosjes së tij. Në 27 dhjetor 1948, ajo shkroi presidentit të Republikës së Shqipërisë një letër në frëngjisht, por nuk mori kurrë përgjigje. Më pas në 30 nëntor 1949, ajo u drejtua Organizatës së Kombeve të Bashkuara në Gjenevë, duke kërkuar ndihmë dhe drejtësi. Vetëm pas rreth 6 vitesh heshtje totale, si shkruan ajo vetë, nisën të vinin letra nga burgu nga Mirashi. 2 nga këto letra origjinale janë të ekspozuara në stendon kushtuar Giuseppinës, të cilën e kemi në dhomën tjetër. E detyruar nga rrethanat, ajo emigroi në SBA, tashmë si shqiptare. Me vete mori flamurin shqiptare, vetmja pasuri që kishte mbetur në shtëpinë në Tiranë. Ai flamur u ruajt në drita dhe sot ndodhet në kornizë në këtë sallë. Për dritën dhe Giuseppina nisi një jetë e re në vendin e lirë, në vendin e lirisë, punës dhe bollokut, siç e përshkruan ajo vetë Amerikën. Atje në një moment reflektimi të tjerë dhe ajo shkruan. Eksperienca u kompletua. Nuk ishte më shpresë as për kthim në Shqipëri, as për jetesë në Itali. Në një nga shkrimet e saj më të ndjera, Trekombësi, ajo shpreh me thellësi emocionale identitetin e saj të ndarë në 3 vende. Kam lindur në Itali dhe adhuroj vendin tim instiktivisht. Jam kthyer në shqiptare nga martesa dhe e dua këtë tokë fatkeqe, sepse për të buri im jetoi dhe vdiq. Jetoj në Amerikë tani dhe ndihem pjesë e një bote të re, e mbushur me admirim dhe mirënjohje. Giuseppina filloi të shkruante edhe për realizimin e një filmi për jetën e saj dhe të familjes, por kjo nuk u arrit dot. Megjithatë, të gjitha shkrimet dhe skenarët për këtë projekt ruhen në arkivën e dritës. Sot Giuseppina Ivanaj, zonja Giuseppina Ivanaj është një zonjë vërtet dinjitoze, e guximshme, e përkushtuar dhe e palotur. Ajo është një figurë që meriton të njihet dhe të vlerësohet jo vetëm si nëna e Drita Ivanaj dhe bashkëshorte e një figure të shquar si Martin Ivanaj, por si një figurë më vete, e denjë për të kujtuar në historinë e Ivanajve. Përmes punës së saj të palotur, Drita Ivanaj ka ruajtur dhe ndarë këtë trashëgimi të paçmuar. Arkiva që ajo ka krijuar është një thesar, dokumentash dhe një shkollë jete, një pasuri
që do të vijoj të frymëzoj breza të tërë. Më falni për emocion. Përshëndetje, kam kënaqësinë dhe nderin që sot para jush të lexoj ekskluzivisht 3 letra të një kohe të largët, por me ndjenja që mbeten të përjetshme. Këto letra janë përkthyer nga gjuhët origjinale të shkrimit, frëngjisht dhe italisht, dhe përmes tyre flasin Mirash dhe Giuseppina, me zërin e kujtesës, dashurisë dhe shpresës, me fjalë që ende prekin shpirtin si ditën e parë. E para ndër 3 letrat është shkruar nga zonja Giuseppina Ivanaj me 25 dhjetor të vitit 1948. Ajo është një lutje për urdhër për ndihmë drejtuar presidentit të Republikës së Shqipërisë. Shkëlqësisë së tij, presidentit të Republikës së Shqipërisë Tiranë, unë, e nënshkruara Giuseppina Polioti di Giovannini, banuese në Geme, provinca Novara Itali, e veja e doktor Martin Ivanaj, po i drejtojmë shkëlqësisë suaj me gjithë respektin në rrethana shumë të rënda. U ktheva bashkë me vajzën time Drita Ivanaj në Itali, në atdhemën tim të origjinës në vitin 1939, duke lënë banesën time në Tiranë, pasi pësova sekuestrimin e pasurive të mia, të luajtshme e të paluajtshme, dhe me 28 maj 1920 unë mbatem shoq në Stamboll për shkak të një sëmundjeje. Tani ndodhem në Geme me vajzën time Drita dhe babain tim shumë të moshuar të sëmur, në kushte shumë të vështira ekonomike dhe shëndetësore. E vetmja mbështetje, materiale dhe morale, mund të vinte nga prania e kunatit tim, doktor Mirash Ivanaj, vëllai të ndjerit tim shoq, i cili u kthye në Shqipëri në shtator të vitit 1945 dhe tani gjendet i mbyllur në burgjet e Tiranës, pa u bërë të ditura arsyet e arrestimit. Ajo që rëndon edhe më shumë ankthjen tim është se që prej shumë kohësh nuk kam lajme për të, pavarësisht përpjekjeve për të hyrë në korrespondencë, të cilat kanë dështuar. E gjithë shpresa ime është se shkëlqësia juaj, me bujarinë dhe humanizmin që ju karakterizon, do të pranoni të më lejoni të kem ndonjë lajm për të. Shpresa ime është që, nëse ai është ende gjallë, ti mundsoj të komunikoj me mua, në mënyrë që të mund ta këshilloj dhe vajzën time të vogël, tashmë jetime nga babai, e cila shet e kujdes të vetme mbështetje për të ardhmen e saj. Nëse, për fat të keq, ai ka vdekur, atëherë më lejohet të qaj dhimbjen time e të mos mbetem në këtë pasiguri të hidhur që është më e rëndë se çdo fatkeqësi tjetër. Duke u ndodhur në pamundësi të vi vetë në Tiranë, siç do të kisha dëshiruar, më mbetet vetëm kjo letër e shkruar me gjithë dhimbjen dhe shpresën time. Ju falenderoj me gjithë shpirt dhe shpresoj me përvullsi për një përgjigje të favorshme. Me nderimet e mia më të thella, Giuseppina Ivanaj. Letrat që vijojnë mbajnë firmën e profesor Mirash Ivanaj. Ato janë shkruar disa vite më vonë, kur pas një kohe të gjatë heshtje, ai arriti të përcittet disa fjalë dashurie Giuseppinës dhe Dritës. Tiranë, 15 maj 1952. Të dashurat e mia, kam marrë letrën tuaj nga Napoli, pastaj edhe 2 të tjera, janar dhe mars, asgjë tjetër. E fundit që ju shkrova është e datës 15 shkurt, në të cilën ju shpreha dhimbjen time për vdekjen e gjyshit të Dritës. Shpresoj që t'ju ketë mbërritur, megjithse kisha dërguar në adresën e zonjës Torricelli. Shoh që jeni të kënaqura me gjendjen tuaj të re, jam shumë i lumtur për këtë. Unë jam mirë, mos u shqetësoni për mua, duke ju uruar çdo të mirë, ju përqafoj Mirash. Letra e dytë, e shkruar një muaj më pas, ban një datë veçantë. Ditëlindja e 19 e Dritës dhe për këtë fjalët janë edhe më të ngrohta dhe plot dashuri. Tiranë, 15 qershor 1952. E dashura Drita, të dërgoj urimet më të përzemërta për ditëlindjen tënde. Letra jote e 11 maj, bashkë me atë të Pinës, më erdhi disa ditë më parë. Më mbushi me gëzim, sepse më bëri të harroj paksa hidhërimin që më sill largësia jote. Lajmi se do të vazhdosh studimet më gëzoi pa mas. Kjo ishte ajo që e kisha më shumë për zemër. Do të thotë që koha e humbur do të mbetet vetëm një vit, dhe kjo është gjë e sigurt. Pra studimet e tua do të zgjasin 5-6 vite gjithsej. Nuk e kuptoj pse duhet të shqetësohesh që tani për specializimin, sepse zakonisht ai zgjidhet pasi mbaron gjithë kursi ose në vitin e fundit. Natyrisht, ti do të veprosh sipas rregullave. Ndoshta specializimi në patologji është më i vështirë dhe më i rëndë. Ndërkohë,
bia ime dashur, të dërgoj një të puthur të madhe. Pina, kujdesu për veten tënde. Unë jam mirë, mos u shqetësoni për mua, për shqafime dhe puthje për ty dhe për Pinën. Mirash. Këto letra janë një pjesë e çmuar e historisë sonë. Janë zëra që vinë nga një kohë largët, por shëndeten të afërta me shpirtin tonë. Përmes tyre ndjejmë nderin, përkushtimin dhe dashurinë që lidhi familjen Ivanaj, një dashuri që nuk e ndau as largësia, as koha dhe as vuajtja. Sot dëgjojmë këto fjalë dhe nuk kujtojmë vetëm historinë, por edhe ngrohtësinë e një familje që jetoi me dritë. Faleminderit. Faleminderit Blerta, faleminderit Ilira. Sot kemi kënaqësinë dhe kemi mes nesh një nga gazetarët më të spikatur në Shqipëri, zoti Mentor Kikia. Ai njihet jo vetëm për profesionalizmin e tij në fushën e medias, por edhe për angazhimin e vazhdueshëm në çështje me rëndësi sociale. Gjithashtu zoti Kikia ka shkruar gjerësisht për figurën e Mirash Ivanaj, të cilin e ka cilësuar si një intelektual me përmasat e një heroi kombëtar. Pikërisht për këtë arsye, është e përshtatshme të japim fjalën zotit Kikia, i cili me shumë kënaqësi pranoi ftesën tonë për të ndarë disa mendime rreth kësaj figure të shquar. Faleminderit. Mirëmbrëma të gjithëve, pas gjithë të që u thanë, dhe sidomos pas leximit të këtyre letrave, nuk di se çfarë thuash më për Mirashin edhe familjen Ivanaj. Megjithatë, faleminderit për ftesën, është padyshim një privilegj jashtëzakonshëm të më jem këtu sot për të thënë dy fjalë për një vepër kaq të madhe që ka lënë Mirashi. E pranova këtë sepse mendoj që për këtë njeri, për këtë familje, është folur kaq pak dhe ne kemi detyrim historik për të vazhduar dhe për të dëshmuar sado pak të mundemi për atë që ata kanë lënë. Zonja Lega pak më parë përmendi Branko Merxhani. Një tjetër figurë shumë e rëndësishme e publicistikës shqiptare. Më ngacmoj me që e kujtoj. Unë kam përmbledhjen e publicistikës së Brankos në bibliotekën time dhe rri dhe e realizoj. Dhe di çfarë? Nëse Branko Merxhanit do t'i ndryshosh datën e shkrimeve, të duket sikur ato janë shkruar për gjëra që vazhdojnë të ndodhin ende sot. Ferzaki pak më parë bëri një citim në fjalën e parë që mbajti, të një citim kisha zgjedhur dhe unë. Dhe kam bërë të njëjtin koment. Ajo që ka thënë Mirashi gati një shekull më parë, është sikur shton sërish për sot. Që do të thotë, përdreq sa pak gjëra kemi ndryshuar, edhe pse vishim më mirë, krihemi më mirë, ecim në rrugë më mira, kemi makina më të mira, por prapë në ca gjëra na vlejnë ende konstatimet të këtyre njerëzve të mëdhenj të shekullit më parë. Unë sjell shkurtimisht 2-3 referime nga jeta e Mirash Ivanaj, i cili në 1923 një djalë apo një burr vetëm 23 vjeç kthehet në Shqipëri pasi kishte marrë një diploma dhe kishte refuzuar të qëndronte në Universitetin e Romës si asistent dhe lektor, dhe erdhi në Shqipëri, atë që thanë para folësit, për kontribuar për shkollën, për arsimin dhe për të nisur, për të vazhduar një mision që ishte nisur
një tjetër paraardhës i madh i shkollës Recep Mitrovica. Në shkurt të vitit 1925, Mirashi Ivanaj mori detyrën e drejtorit të gjimnazit të Shkodrës, ishte hapur vetëm 3 vite më përpara nga Recep Mitrovica si ministër arsimit. Niveli i gjimnazit të Shkodrës ishte ai i gjithë shoqërisë shqiptare, niveli i shtetit, i ekonomisë, i shoqërisë. Dhe një nga urdhrat e parë që nxori drejtori i shkollës Mirashi Ivanaj ishte të respektohej radha e regjistrimit të fëmijëve në shkollë. Sepse nëse dikush ishte më i gjatë në trup, mund të futej direkt në klasën e dytë, që ishte fizikisht më i madh. Dhe urdhri ishte që të respektohej renditja, nuk mund të futej dikush në klasën e dytë pa mbaruar të parën. Unë kisha lexuar për Mirashi Ivanaj më shumë për historinë e përsekutimit të tij, një pjesë e dramës së madhe që ka përjetuar shoqëria shqiptare në diktaturën komuniste. Me Mirashi mësues më prezantoi një pedagogu im i fizikës, profesor Dritan Spahiu, një adhuruesi punës dhe veprës së Mirashit. Po e thëmte sepse profesor Spahiu diku nga viti 2012 në një universitet privat e shkarkuan si rektor sepse refuzoi t'i regjistronte studentët direkt në vitin e dytë. Çfarë analogjie të mëshme. Pra atë që Mirashi ndalonte në 1925 në shkolla të larta, që Mirashi Ivanaj du zërë historinë e arsimit, por edhe përparimin e shoqërisë shqiptare, mjaftojmë të kujtojmë që ai drejtoi arsimin në Shqipëri si ministër diçka më shumë se 2 vjet. Dhe në aq kohë ai mbuli në sistemin arsimor shqiptar themele që i rezistuan edhe sot e kësaj kohe. U përmendu më parë himni, Mirashi ishte ai që futi detyrimin arsimin të filluar fillor. Ishte ai që nxori urdhrin që mësuesit të mos angazhoheshin në aktivitete politike për ta mbajtur shkollën jashtë ndikimeve politike. Dhe mbi gjitha ishte dimensioni kombëtar që i dha shkollës. Gati një shekull më pas, ne kemi kaluar nga monarkia në diktaturë dhe nga diktatura në një sistem të cilin nuk guxojmë ta quajmë demokraci. Shoqëria përballet me të tjera sfida dhe sprova. Dhe shkollës i dalin përpara detyra edhe më të vështira se sa të mësoj fëmijëve thjesht shkrim dhe këndim apo matematikë dhe gjeografi. Autoriteti i mësuesit ka rënë. Dhe shoqëria është përmbyer nga vala e promovimit të drejtave të fëmijëve, duke harruar detyrimet. Kjo ka shkaktuar një shturje të rregullit dhe të disiplinës. Misioni i edukimit qytetarëve kombëtar të shkollës është braktisur. Qeveritë në Shqipëri kanë ngataruar shkollën me godinën e shkollës, duke konsideruar një shkollë moderne një ndërtesë me vetrata të bukura, qeqi dhe me ajër kondicionuar. Por, në fakt, shkolla është ajo që ndodh brenda këtyre godinave. Fryrë vërtetës, shpesh shumë të bukura. Dhe përpasoj, shpesh brenda këtyre godinave të bukura moderne shkollore, nxënësit jo që nuk mësojnë mirë, por edhe përleshen duke na ofruar tragjedi njëra pas tjetrës, të cilat duhet na çojnë e të na bënë vërtet me mendime për atë se çfarë po prodhojmë sot në gjeneratën e re. Në këto kushte, pakush
që punon si mësues i rekomandon fëmijëve të tyre profesionin. Thonë, bëu çdo dush, atë mësuesve. Në këtë kushte ne kemi nevojë të thrasim në ndihmë njerëzit që kanë krijuar epokën e tyre në arsim, siç është Mirashi Ivanaj. Epoka e internetit, e lajkeve, e shereve, ka shkallmuar nga themeli i hierarkinë e vlerave në një shoqëri. Jo vetëm Shqipëri, por është detyra jonë që përballë kësaj dallëdie antivlerash që ka prodhuar rrjeti dhe hapësira virtuale, të ruajmë, promovojmë historinë e njerëzve që kanë vënë në themelet e arsimit, edukimit qytetar kombëtar, djersën dhe gjakën e tyre. Unë jam për të parë në një mbledhje apo aktivitet të Fondacionit Ivanaj. Premtoj që jo s'do jetë i fundit për s'do më bëj asnjëherë. Sepse nuk ka nevojë as Mirashi Ivanaj dhe familja e tij që ne t'i kujtojmë dhe t'i bëjmë homazhe. Kemi ne nevojë që t'u referohemi atyre për t'i shndruar në modele, për të marrë prej tyre ato çfarë ata kanë bërë dhe për ta ngritur në pjedestal, për të kundërvënë antivlerës që po na përplaset në forcë fytyrës sot. Ndaj gjithkush me çfarë të mund duhet ta bërtas fort historinë e këtyre njerëzve për nevojën tonë dhe jo për nevojën e tyre. Faleminderit. Shumë faleminderit. Lëviz Begaj e njohu dritën në vitin 2013 kur ishte ende student. Dhe që nga ajo ditë, marrëdhënia e tyre ka qenë e palëkundur. Më pas, ai nisi punën në fondacion në fushën e Facilities Management, por mirësia, respekti dhe dashuria e ndërsjellët u rritën ndër vite. Sot Lëvizi do të ndaj me ju kujtime dhe dijen mbi familjen Ivanaj, të trashëguar nga vetë drita. Mirë se keni ardhur. Unë jam Lëviz Begaj, profesion inxhinier elektrik dhe njëkohësisht edhe themelues i klubit Librit Ivanaj, bashkë me Adriatik Kukin. Dritën kemi pasur nderin ta kemi të ftuar si një libër të hapur ose libër të gjallë në klub, ka ndarë historinë e saj. Por unë kam qenë pak më i privilegjuar sepse kam pas mundësinë ta dëgjoj historinë e saj thuajse për ditë. Ditën e njoha rreth 11 vite më parë kur isha student. Atëherë drejtoja filialin e Tiranës të Organizatës Europiane për Studentë e Inxhinierisë Elektrike dhe Shkencave Kompjuterike dhe quajtur ISTE. Sapo kishim filluar një projekt interesant që lidhte filantropinë dhe teknologjinë. Dëshironim të ndihmonim njerëzit në nevojë. Bashkë me kolegun tim Arvitin, fati na çon një takim me Drita Ivanaj, një shqiptar amerikane që ishte kthyer në Amerika për të ndërtuar një fondacion për të nxitur edukimin dhe kulturën për të rinj shqiptar. Ajo na priti si mos më mirë. Ishte gjithmonë një buzëqeshje të ëmbël e plot shpresë për të ardhmen. Teksa ishim duke treguar mbi projektet tona dhe planet për të ardhmen, në një moment kolegu im u shpreh që me një projekt ne kishim dështuar. Unë ndërhyra dhe korrigjova duke thënë se ne nuk kishim dështuar. Ne kishim zgjedhur një leksion dhe kishim mësuar prej tij. Këto fjalë ishin fjalë të nxjerra spontanisht, por që nëna e Dritës, Josefina, ja thoshte asaj shpesh. Drita e thoshte shpesh, kjo ishte një arsye që e bëri atë të më punësonte. Ndoshta kjo bëri ashtu që dhe unë ta shoqëroj atë deri në fund të jetës, duke marrë mësime të vëra nga ajo. Drita Ivanaj nuk ishte fëmijë, por ajo më ka trajtuar si djalin e saj. Fëmijët e saj në fakt ishin gjithë të rinj shqiptar, për të cilët ajo ngriti edhe këtë fondacion. Yes. Një fondacion që ajo konsideron të familje, këndoj që futej në të. Por kush ishte Drita Ivanaj?
E kam dëgjuar historinë e saj në 10 herë, kur e tregonte gjatë drekës si ajo gjyqja që i mbledh një prej dëmbesave të saj për të treguar për radha. Por është një histori e denjë për të bërë roman ose film. Drita ka lindur në Novar, në 15 qershor të 1933. Deri në 1939 ai jetoi këtu në vilën Livanaj, ndërtuar nga arkitekti dhe shkencëtari Qemal Bullka. Tirana e Re kishte atëherë vetëm 2 vila. Drita ruante pa kujtime, se si një herë, për shembull, iku pa lejen e të Janës për të takuar të xhajin e saj me një biçikletë të vogël. Ata e donin shumë njëri tjetrin, dhe ajo fliste gjithmonë për të. Por në prill të 1939-s, ëndra plasi. Italia ushtoi Shqipërinë. Drita ishte në klasën e parë, në cilën nuk arriti ta mbaronte, por ajo ka ruajtur dhe fletore në ABC-s ku mësoi gjuhën shqipe. Martini Jafi dhe Mira Xhexhaj u larguan së bashku me qeverinë e Zogut drejt Selanit. Ndërkohë, Drita dhe Jema u përndoqën nga kuestura italiane e cila zaptoi vilën. Rreth 30.000 bolltime të bibliotekës familjes Ivanaj u zhdukën. Drita emigroi bashkë me Jemën në Gemet të Italisë, atje ku ndodheshin gjyshin nga Jema. Në moshën 7 vjeçare ngeli jetime pasi babai i saj Martini vdiq në një spital të Istanbulit, me një sëmundje e veshkave, e cila me sa duket mund të jetë edhe gjenetike. Pranë ai kishte vetëm të vëllain Miraçin, i cili kishte mbetur trok dhe për të kuruar të vëllain kishte hequr dhe shitur një dhënë floridi. Në Itali, Drita vazhdoi liceun dhe shpesh tregonte edhe për mënyrën se si e diskriminonin për emrin shqiptar që në italisht ka një kuptim përçmues. Megjithatë, ajo kur nuk e ndryshoi emrin. Derisa Drita mbaroi studimet, e Jema bëri shmosje të përballonte vetëm me barën. Jetesa sa vite bëi edhe më vështirë. Falë ushtrisë shqiptare, në vitin 1951 arritën të merrin vizën amerikane. Pra, në atë kohë pasaporta shqiptare kishte realisht vlerë. Dhe me anë të anijës General Harry Taylor largohen nga veriu i Gjermanisë në Bremerhaven drejt New York për një jetë të re në kërkim të ëndrës amerikane. Drita tregonte se sa vështirë ishte për një nënë dhe të bijën 18 vjeçare fillon një jetë nga e para. Një fakt interesant është që me vete kishte marrë flamurin e vilës Ivanaje, i cili ndodhet në Drita nisi studimet e larta dhe u diplomua në shkencë kompjuterike dhe në administrim biznesi. Karrierën e filloi si përfaqësuese e Fiatit në Amerikë, ku arriti të xhironte miliona dollar që për atë kohë ishte një përgjegjësi shumë e lartë. Në 1960-ën e Jema Giuseppina, pasi kishte punuar për 8 vjet në një gazetë, ndron jetë. Jeta vazhdon. Dhe Drita ndronte karrierë duke filluar punë në Universitetin e Kolumbias, ku arriti ngrej në këmbë një sistem të tërë kompjuterik të menaxhimit të dothanave. Drita afrohet gjatë kësaj kohe edhe në kufir me Shqipërinë, nga krahu i Malezi, por pa e kaluar kufirin. Tregon se si takoi të arratisur nga regjimi i cili mori jetën edhe Xhaxhait vet Miraçi në vitin 1953. Sa po kufit u hapën, ajo u kthye për të marrë atë që i takonte dhe për të nisur rrugtimin e fondacionit Ivanaj. Drita ishte personi më korrekt, por edhe më i dhemësuar që unë kam njohur. Një burrnesh e vërtetë. Për të kërkuar të drejtën e saj, aty korrupsioni dhe nepotizmi mund të prevalonin, por dhe gatshme kur dhe herë për të ndihmuar njerëzit në nevojë. Ajo kishte një intuitë jashtëzakonshme. Fondacioni Ivanaj u krijuar për saj në vitin 1993, në moshën 60 vjeçare, kur ajo mund të zgjidhte fare mirë të merrte disa milion dollar në këmbim të heqjes dorë nga marrja e vilës mbrapsht dhe të shkonte të jetonte në Bahamas apo në Maldive. Ajo zgjodhi të luftonte me njerëz të paskrupull që kërkonin ta zhvatnin për të vendosur drejtësinë në vend dhe pas një kalvari gati 20 vjeçar e rifitoi pronën e babait të saj. Dhe kësaj kohe, kontributi i saj vazhdon nëpërmjet fondacionit në New York për të mbledhur fonde për të ndihmuar në luftën e Kosovës, duke organizuar konferenca kulturore historike apo duke kontribuar në edukim për të hapur horizonte të reja drejt teknologjisë kompjuterike siç është sistemi GIS. Në vitin 2013 filloi konceptimi i rezidencës Ivanaj, punimet e të cilës përfunduan në 2017. Kjo rezidencë model është për të marrë shembull në mënyrën e administrimit nga çdo objekt. Drita i dhuroi një kap të tërë fondacionit Ivanaj dhe nga 2017 këto ambiente kanë zhvilluar nga aktivitetet. Organizata, institucione dhe bizneset të ndryshme kanë zhvilluar aktivitetet e tyre këtu
këtu duke ndihmuar njëkohësisht edhe në përmbushjen me sukses të misionit të fondacionit. Janë zhvilluar simpoziume, trajnime, hakathone e studime të ndryshme thuajse në të gjitha fushat. Si punonjës i dritës, kam qenë me fat të mësoj kaq shumë prej saj, se si mund të bëhen gjërat me sukses dhe në mënyrën e drejtë. Kam qenë me fat të marr pjesë në shumë aktivitete në të cilat kam mësuar mbi teknologjinë kompjuterike, historinë e vendit tim, shkencën, sigurinë ushqimore dhe zhvillimin në tërësi. Në anë të fondacionit kemi mundur të kontribuojmë në mundësinë e lotrave, librave dhe veshje për fëmijët në shkolla rurale nga Veriu në Jug. Kemi kontribuar në ringritjen e bibliotekës së parë shqiptare në Manastir, nëpërmjet nismës së studentës Emira Selimi. Kemi shkuar në spitale, shtëpi fëmijë, qendra sociale për t'ia bërë më të lehtë jetën njerëzve e sidomos fëmijëve në nevojë. Por drita nuk e harronte as mosha më të mëdha. Dhe gjithë kemi qenë dëshmitarë kur fondacioni nisi programin Seniors Technology Club, një program i cili ofron të rinj të moshuar nëpërmjet mësimit të teknologjisë. Më pas, me fatkeqësinë e tërmetit, ne u përqendruam në ofrimin e ndihmës për familjet e prekura nga tërmeti në Bugj, Tuman, Krujë, Spital, Kënet e të tjerë. Drita së bashku me anëtarë të tjerë të Bordit të New York arriti të sillte fonde nga Amerika për të ndihmuar gratë artizane, migrante dhe fëmijët që vinin nga këto familje në bursa studime. Ashtu në zonën e Bugj të mësuar një fond për rreth furnizonte me ujë rreth 5000 banorë. Covid-i më pas ishte një goditje e madhe për aktivitetin e fondacionit dhe për mbar vendin. Çdo gjë u paralizua, megjithatë, ne arritëm të gjejmë mënyra për të ndihmuar sadopak. Nisëm klubin e librit Ivanaj, i cili ka qenë një gur i mirë deri tani për nxitje të rime dhe jo vetëm drejt lehtësimit e dijes. Prej gati 4 vitesh tashmë kam nderin ta drejtoj këtë klub dhe ne kemi mundur të krijojmë një rrjet me resurse njerëzore që janë shpresë për të ardhmen e ndritur të vendit. Për ta mbyllur këtë monolog, mësimi më i mirë që kam marrë nga drita është që asgjë nuk është e përjetshme. Ajo që mbetet është se çfarë ke bërë për njerëzit dhe një gjë është e sigurt, që ajo do të ngjelet gjatë në kujdesin tonë dhe të historisë, pasi ka shkëpyer vendin deri në ditën e fundit. Uroj që njerëz me vizion të tillë të shtohen vendit dhe institutit Ivanaj të rrojë sa Shqipëria. I përjetshëm qoftë kujtimi i saj. Faleminderit Levis. Kush ka dëshirë nga të ftuarit të thotë 2 fjalë për dritën, për fondacionin? Po. Eliana, ndihmon të lutem me okay. Zotëria atje, edhe vajza këtu, ja 1 minutë lutem. Mund të vini këtu, mund të flisni aty, po. Faleminderit. Me mikrofonin e bukur, falenderoj nga ardhë falë ftesës me Rurita Mal Berisha, që është diplomante, është ambasador, dhe falenderoj që ftoi në këtë mbrëmje kaq romantike dhe kaq bukur. Unë nuk kam pas rast të një zonën drita, por u mrekullova me ato që fëllë të arhasit, edhe nuk të zotën shumë, sepse nuk është një mrekullo të venisin, por jam një simpatizant i shqiptarëve të Malizi, dhe jam një lindjes dhe një sullues shumë të mençëm i historisë Malizi, sepse ajo është pjesë e rëndësishme e historisë kombë shqiptare. Për këtë arsye, unë e kam bërë disa vizita studimore në të gjithë bregdetin e Malizi dhe në Kroaci, kam shkuar bashkë me një historian të njohur, shqiptar i Malizi, Gjokdava, nuk e di se kush e njoh, po është një burr 85 vjeç i cili është një historian i konfirmuar, me profesor historian. Dhe kemi shkuar edhe në Shestan, edhe në Stros, edhe kam shkuar disa herë në Tuz, kemi qenë në rastin një vdekjes 6 kalet, 1 vjetorin, kam shkuar dhe të varja ti në fshat, në qef, kur kishte, kam shkuar dhe për nokësi një ishtën, është dhe një burë shumë i zoti, i cili kalon 26 vjetra, kam pas fatin të nderin që atë votoj 5 vjetra ti në vitet e fundit të vdekjes, dhe kam shkuar gjithan edhe në Klavër Busi, por kam has, doja këtu për me tërgu që kam has edhe për familjen e Ivanajve, dhe me të marrë më smethan 2 fjalë. Për kontributin, ata familja e Ivanaj është e madhe dhe për një malë nuk ka nevojë të thosë është i madhe, sepse i madhe është. Nuk ka nevojë me konfirmuar, por kanë bo vlera masi, por unë dhe të rëgjë pjesën time
kam shkruar një libër për një person I cili rreji është që ky njeri nuk ka bërë kusha dhe duhet me lirua dhe mjerisht duhet ai nuk pata rase nuk pata fat me lirua, ky ishte Beqirkov, ishte pozitiv, ka mure dikush ka shkruar diçka të pavërtet. Unë e kam edhe ti qizu fjalimin e ti për Mira Shimonaj, edhe shkrim e ka lënë në arkivin e familjes ti, e ka lënë. Ju faleminderit shumë se u zada, por do me dhe shpeshmën pa e thonë këtë dy fjallë për Mira Shimonaj. Përshëndetje. Të nderuar miq dhe dashamirës të kulturës shqiptare. Si shkodrania më e re këtu, dua të kujtoj me nderim dhe mall një gruaj që mbajti gjallë të gjithë epokën e tërë të Shqipërisë, Drita Ivanaj. Pikërisht, këtu në këtë sallë, para disa vitesh, kur promovoi libri Herman Breinstein, Miki I Madh I Shqiptarëve, unë takova Drita Ivanaj. Një gruaj që përcillte dashuri dhe mirësi vetëm në vështrimin e saj, pa folur fare. Ajo mbylli me dignitet një kapitull të artë të historisë shqiptare, duke ruajtur me përkushtim trashëgiminë e familjes Ivanaj. Familjes që I dha kompit tonë dije, moral dhe nder. Që nga Nikol Beri Ivanaj, që luftoi për fjalën e lirë dhe shtypin shqiptar në shekullin e 20, e deri te vëllezërit Martin dhe Mirash Ivanaj, themeltar të arsimit shqiptar, kjo familje ka qenë dhe mbetet simboli I dritës dhe I përkushtimit kombëtar. Ata ndërtuan shkolla, mbollën dije, edukuan breza dhe besuan se liria e një kombi lind nga arsimi. Por sot, në këtë përkujtim, zemra jonë rre për dritën. Atë që me dashuri dhe me durim mbrojti çdo kujtim, çdo letër, çdo dokument të trashëgimisë Ivanaj. Me heshtje, larg zhurmës, ajo ruajti shpirtin e historisë shqiptare, duke u bërë roja e kujtesës kombëtare. Ajo nuk mbajti pasuri, por ruajti pasurinë më të madhe që një njeri mund t'i lërë kombit të vet, kujdesën dhe dignitetin. Një vit më parë, ose 2 vite më parë për këndjes, Drita u nda nga jeta, por jo nga kujtesa jonë. Sepse më të nuk mbyllet një emër, por hind një mision. Misioni për të mos harruar rënjët, për të çmuar dijen dhe për të ruajtur dashurinë për adeun tonë, Shqipërinë. Sot e kujtoj me dashuri atë zërin e butë të një trashëgimie të madhe, si shkëntien e fundit të një pishtari që ndriçon të gjithë kombin tonë, si një grua shqiptare që nuk e harroi kur adeun e saj. Nder dhe minjohje të përjetshme për zonën tonë Drita Ivanaj dhe të gjithë familjen e saj, që mbetet një shembull patriotizmit shqiptar. Faleminderit shumë, kjo po që ishte një surprizë, shumë e bukur, faleminderit. Në një person tjetër. Përshëndetje të nderuar shikues të miq. Kemi qenë këtu bashkë me bashkëshortën Adira Virgo 7 vjet më parë, 7-8 vjet më parë, kur u përhurua libri Ministri I Hekut Ivan Mirash Ivanaj nga Dr. Lazar Radi. Dhe mbajtëm një kumtes të përbashkët, e cila I kishte fillecat me njohjen e ngushtë personale të bashkëshortës Adira Virgo me Dr. Lazar Radin në fillimet e viteve 90. Pastaj, me njohjen tonë përbashkët, të thelluar me kontributin e vëllezërve Ivanaj, bashkë me kontributin e Dr. Radit. Kur patëm rastin të njiheshim me
personalitetin, veprën, Drita Ivanajt, i kemi thënë vetës, ose kemi përsëritur një dije të kahershme, të moshme, të vjetër sa njerëzimi, edhe të konfirmuar shekull pas shekulli dhe vit pas viti. Në këtë botë nuk ka rastësi. Rastësia është shprehje e pafuqisë sonë për të zbuluar ligjësi. Konkretisht, nga pikpamja e kontributit, nga vështrimi i natyrës misionare, i këmungulljes si jashtëzakonshme, i personalitetit të fuqishëm, i dëshirës për të vijuar me këmungullje në trullin e kaosit të materialitetit dhe të dobëzisë ekstreme, një mision idealist, si të parëve të vetë, shtoptu dhe emrin dritë, të gjitha këto së bashku me japin të drejtë, të themi se nuk mund të ishte ndryshëm, se dinastia Ivanaj nuk mund të ndodhte, të trashëgonte, të falte Shqipërisë moderne një personalitet më të plot, më të ndryshuar, më të madhërishëm, më misionar, se sa bia e tyre Drita Ivanaj. Nga ana tjetër, për të lidhur një domosdoshmëri që na shfaqet si rastësi, raportin e doktor Lazar Radit me vëllezërit Ivanaj, raport i cili ka qenë i jashtëzakonshëm dhe i cili i ndoqi ose i lidhi të trek këto personalitete të mëdha bashkë me Dritën 4 deri në fund, ideuam një strukturë të katërfisht të asaj që ne e emërtojmë bota shqiptare. Dhe për ne, thelbi i botës shqiptare, ose zëmra e saj, është e ashtuquajtura Shqipëri e fshetë, e cila ka Shqipërinë e dukshme, atë të jetës së përditshme, ka Shqipërinë e fshehur, atë që shtypet prej Shqipërisë së dukshme të materialitetit, dhe bërthamën e vetë Shqipërinë e fshetë, e cila është trashëguese e misterit, ose e formulës, e cila e matricës, e cila e mban gjallë këtë botë shqiptare për shekuj dhe për mijë vjeçare. Vëllezërit Ivanaj, Lazar Radi, Drita Ivanaj, sipas nesh, janë personalitetet të Shqipërisë së fshehur, të bërthamës të botës shqiptare. Ata kryejnë detyra thelbësore, janë modele virtyti,
bëjnë depozite kujtesës kolektive, revizionojnë dhe pasurojnë përfiturimet mbi Shqipërinë e plotë. Martini, për shembull, me kontributin e tij themeltar në drejtën zakonore shqiptare dhe në legjislacion, si krye realizues i kodit të partë civil dhe atij penal në historinë e shtetit. Jami Rashi, dehues e një mendësues i reformës epokale lehoi kolonat e kombëtarizimit e të laicizimit të shkollës shqipe. Jan Lazarati, ndërlidhës i pionierëve dhe më gjenuin me forcën kulturës i Shqipërisë së jashtme, me përsaktimin e Mitrush Kuterit, do thotë Kosovës, me Shqipërinë e brendshme. Ja Drita Ivanaj, vijuese e jashtëzakonshme e misionit të kësaj tresheje lapidare. Bota shqiptare dhe kolektiviteti shqiptar do të gjejnë rrugën e përparimit vetëm atëherë kur të ndriçohet i plotë kodi i Shqipërisë së fshehtë, të cilën e popullojnë në shpirtrat më të ndritur të bashkësisë shqiptare të gjitha kohërat. Dhe kur e gjithë Shqipëria e fshehur, e shtypur në materialitetin e Shqipërisë së jashtme, do të arrijë të bëhet pjesë integrale dhe thelbësore e Shqipërisë së dukshme, në mënyrë që dukshmja të jetë më në fund Shqipëria e vërtetë, ajo e vlera. Shtrohet pyetja, e mundur të arrihet kjo, e mundur prej kaosit maksimal, ekstrem, në të cilën bota shqiptare ndodhet prej 10 vjeçarësh dhe vijon të jetoj vite dhe ditë dhe orë dhe minuta të kohës sonë, e mundur të arrihet mrekullia, padyshim. Jeta dhe pasjeta, tokë me veprën e vëllezërve Mirash Ivanaj, Martin Ivanaj, Lazar Radi, e Drita Ivanaj, e sa të mëdhenjve të tjerë na dëshmojnë dhe do të dëshmojnë më fort në të ardhmen këtë. Pasi misteri, kështu cilësoj, do thotë nga profesor Radi dhe nga bashkohës të Mirash Ivanajit, thelbi i qenes tij, pasi misteri dikur zbulohet. E fshehura i imponohet shpejt avonët të dukshmës, virtyti vesit, idealja materiales, vlera të pavlerës, e përhershmja të përkohshmes, e hekurta baltës, e rësira dritës të vëndetit. Aktiviteti ynë në nderim të familjes Ivanaj po i afrohet fundi. Dua të falenderoj në radhë të parë zonin Pertete Leka dhe ambasadorin Berisha për idenë dhe kontributin e tyre. Gjithashtu të gjithë folësit që ndanë me ne kujtime dhe vlerësime për një familje që nuk do të harrohet kurrë. Një falenderim e veçantë i shkon stafit të fondacionit që punon me përkushtim dhe secili prej jush që jeni sot. Drita ju konsideronte pjesë të saj dhe të fondacionit. Tani ju ftoj në sallën ngjitur, ku do të shihni një ekspozitë dedikuar Mirash dhe Martin Ivanajt, mbajtur në Tuzë në 2004. Faleminderit, natën e mirë dhe shihemi në aktivitetin e tjerë.